Ashtu siç ishte paralajmëruar nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, më 8 maj do të realizohet fluturimi i parë testues në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Lajmi është konfirmuar edhe nga kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ai ka publikuar një video ku shfaqet pista e vijëzuar e aeroportit, shoqëruar me mbishkrimin. Edhe 3 ditë nga ulja e avionit të parë në pistën e kodifikuar me inicialet VLO dhe për fillimin e testerave të hapjes graduale për certifikimin përfundimtar. Aeroporti i Vlorës, i ndërtuar në zonën e Arknis, rreth 10 minuta nga autostrada Leva-Vlorë, përfaqëson një investim prej 104.5 milion eurosh. Me një pistë prej 3.2 kilometrash, aeroporti është i aftë të përballojë edhe fluturime transoqeanike. Ky aeroport pritet të shërbejë si një nyje e rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në Rivierën Shqiptare. Shoqata ndërkombëtare e transportuesve ajror ka certifikuar zyrtarisht kodin VLO për aeroportin e Vlorës, duke e përfshirë atë në sistemin kombëtar të biletarisë dhe fluturimeve. Avioni do të jetë baza kryesore me flotën e Air Albania dhe do të mirëpresë gjithashtu kompaninë low cost, që do të ofrojë fluturime të drejtpërdrejta me destinacionet në Itali, Greqi, Spanjë dhe më gjerë.